Gjatë javës së kaluar, në mediat e Kosovës u dha lajmi se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe të tjerët nuk po trajtohen mirë. Gjëgjësisht, gazetari Vebi Kajtazi në emisionin VV Show ka thënë se në dhomat e paraburgimit në Hag të akuzuarit po trajtohen çnjerëzisht, e deri dhe në mungesë të ushqimit. Ka shumë vjet që unë alarmoj për shkelje të drejtave të njerëzit për të paraburgosurit në Hag. Mënyra si trajtohen ata është çnjerëzore, kanë mungesë ushqimi, u shërbehet ushqim ushtarak, konserva, u duhen para për të pasur një trohë mirëqenie brenda atyre kushteve, dhe kjo ka hasur në vesh të shurdhër, madje edhe PDK-ja nuk është marrë shumë me këtë punë. Sporadikisht, ndonjëri është marrë, deklaroi Vebi Kajtazi, por Gazeta Bota Sot ka kontaktuar me gjykatën speciale lidhur me këtë çështje. Nga specialja i kanë mohuar në tërësi pretendimet e Kajtazit. Në objektin e paraburgimit të paraburgosurve u shërbehen 3 shujta në ditë me shumë llojshmëri, të përgatitura dhe të shërbyera mirë, si edhe në cilësi dhe sasi të kënaqshme, në përputhje me standardet e ushqyeshmërisë. Në rast se dëshirojnë ta përgatisin vetë ushqimin e tyre të paraburgosurit, mund të përdorin pajiset dhe mjediset përgatim dhe mund të blejnë me shpenzimet të tyre artikuj në dyqanin e burgut, thuhet ndër të tjera në përgjigjen e speciales. Sipas tyre, objekti i paraburgimit operon në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare për të siguruar mirëqenien e të gjithë të paraburgosurve në një mjedis të sigurt dhe të mbrojtur. Të paraburgosurit kanë mundësi çdo ditë të dalin në ajër të pastër dhe të kryejnë ushtrime fizike dhe në mundësi të marrin pjesë në veprimtari të tjera të përshtatshme të kohës së lirë. Atyre u lejohet të kenë materiale për lexim dhe shkrim dhe kanë qasje në një bibliotekë me libra, revista dhe gazeta në gjuhën e tyre. Gjithashtu ata mund të përcjellin programe në radio dhe në televizion dhe të marrin pjesë në shërbesa fetare apo shpirtërore që ofrohen, kanë thënë nga gjykata speciale. Rregulloria e paraburgimit e dhomave të specializuara të Kosovës është hartuar në këshillim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. KNK-ja kryen inspektim dhe monitoron objektin e paraburgimit. Kjo do të thotë se mund të kryej rregullisht vizita të paralajmëruara dhe të pavarura të objektit të paraburgimit për këshyrjen e kushteve të paraburgimit dhe për të siguruar respektimin e të drejtave të njerëzit, të së drejtës ndërkombëtare dhe të standardeve të pranuara për trajtimin e të paraburgosurve, thuhet në një përgjigje ekskluzive dhënë për Bota Sot nga gjykata speciale. Kujtojmë se gjykata speciale ka ngritur aktakuzë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit e të tjerëve, të cilët ndër të tjerash po akuzohen edhe për vrasjen e kundërshtarëve politik antar të LDK-s.